Mirëmbrëma të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht shënjom me titujt kryesor. Belinda Balluku përballë drejtësisë në orët e ardhshme vendoset fati i zëvendës kryeministres pasi pritet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe nesër ai i Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit. Opozita denoncon dhunën e ushtruar nga policia në protestën e Partisë Demokratike. Ministra Koçi u rrezikuan policë mos përdorni fëmijë. Deputeti Eno Bozdo, qeveria shpenzon miliona për rrugë pa standarde, mungojnë fonde për fermerët. Kadastra e Vlorës zhvendoset në Tiranë, presion punonjësve pas peticionit, pezullohet zëvendës drejtori i hipotekës. Apeli i GKK konfirmon konfiskimin e pasurisë. Apartamenti ish kryetarit të kushtetueses Bashkim Dedja i kalon shtetit. Rjeti investigativ Birn, mallkimi i aeroportit të Vlorës si u favorizua koncesionari kur miratohej kontrata. Bergj, 40% e popullsisë po humbet në emigracion, rrezik për tregun e punës dhe pensionet. Iran, mbi 35.000 të rinj të vrarë në protesta familjarëve u mohohet varrimi i viktimave. Njemi tani më gjërësisht, orët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për fatin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Nesër Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të vendos mbi kërkesën e SPAK për të lejuar arrestimin e saj, ndërsa gjykata kushtetuese do jap vendimin lidhur me kërkesën e kryeministrit për shpalljen si antikushtetues të vendimit të GKK që e pezulloi atë nga detyra. Orët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për fatin e Belinda Ballukut. Të mërkurën në orën 12 mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve për të vendosur për kërkesën e SPAK për leje për të arrestuar zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë. Por ndërsa palët do të ballafaqohen në seancën e së mërkurës, ku SPAK do të paraqes prova të reja të siguruara nga kontrollet e kryera së fundmi, gjykata kushtetuese ndodhet përpara provës së zjarrit për të vendosur lidhur me kërkesën e kryeministrit për shpalljen si antikushtetues të vendimit të GKK që pezulloi nga detyra numrin 2 të qeverisë, pasi pretendon se është ndërhyrje në punët e ekzekutivit. Antarët e kushtetuese u mblodhen vetëm pak minuta këtë të martë për të diskutuar lidhur me këtë çështje, por nuk dolën me një vendim. Disa nga antarët kanë pretenduar se ju duhet më shumë kohë për të dalë me një vendim për shkak të kompleksitetit të çështjes. Data dhe ora e mbledhjes së radhës nuk është bërë ende me dije, por me shumë mundësi vendimi do të merret javën e ardhshme, pasi të njëjtën disa nga gjyqtarët kushtetues udhëtojnë jashtë vendit për vizitë zyrtare. Gjatë seancës plenare publike, qeveria, kuvendi dhe presidenti kërkuan të shfuqizohet si antikushtetues vendimi i GKK, ndërsa SPAK tha se pezullimi mbetet në fuqi. Belinda Balluku është e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, ndërsa është në hetim për procedurat e tjera tenderuese të Unazës së Madhe dhe koncesionin e rrugës Thuman-Kashar. New York Times shkruan se avatarja diella promovuar nga kryeministri Edi Rama si simboli i transparencës dhe reformës digjitale është ndërtuar nga një agjenci shtetërore, drejtuesit e së cilës sot akuzohen për manipulim tenderash dhe lidhje me krimin e organizuar. 2 zyrtarë të lartë janë vendosur në arrest shtëpie, ndërsa ende nuk ka akuza formale. Mëtej në shkrimin e saj, New York Times referohet edhe rastit të Belinda Ballukut, e cila akuzohet për keqpërdorim të fondeve shtetërore në projekte të mëdha infrastrukturore. Sipas gazetës amerikane, kjo është bërë një dhimbje koke veçantë politike për Ramën, i cili po përballet me kërkesa që asaj t'i hiqet imuniteti që jepet si antare e parlamentit, në mënyrë që akuzat kundër saj të mund të vazhdojnë. Gazeta ka kontaktuar me kryeministrin, por sqaron se Rama nuk pranoi të komentonte kur u pyet nëse mbështeste heqjen e imunitetit të saj. As nuk pranoi të diskutonte kundërshtimin politik që është rritur me akuzat në rritje për korrupsion që nxitën protestuesit me bomba shpërthyese të bënin thirrje qeverisë së tij të jepte dorëheqjen.
Seanca gjyqësore në gjykatën e posaçme për ish kreun e Vis Berberi është hyrë për në datën 9 shkurt. Vis Berberi, një nga varësit e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, u arrestua më 14 mars 2024 në akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Sipas SPAK, Berberi rezultoni përfshirë në raste korruptive me 8 tendera që kapin vlerën e miliona eurove. Po ashtu edhe Belinda Balluku është akuzuar nga SPAK, ndërsa prokuroria ka kërkuar edhe pezullimin e saj nga detyra dhe më pas arrestimin e saj. Protesta e së shtunës së opozitës shkaktoi debate në kuvent ku demokratët akuzuan ministren e brendshme Albana Koçiu për dhunën e ushtruar nga policia ndaj qytetarëve. Replikat mes krerëve të grupeve parlamentare ishin të forta, duke detyruar drejtuesen e seancës ta ndërpresë atë për të rikthyer qetësinë në sallë. Opozita akuzon ministrën e brendshme Albana Koçiu se në protestën e 24 janarit, policia e shtetit dhunoi qytetarët. Krerët e grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë kërkuan llogari nga ministra për dhunën që, siç thanë, policia ushtroi gjatë protestës, si dhe akuzuan drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda për lidhje me krimin e organizuar. Ministra e brendshme të jap llogari për dhunën policore ndaj qytetarëve të pafajshëm nga policia e drejtuar nga një krye kriminal si Ilir Proda, një ushtar i Suel Çelës dhe klanit të troplineve. Do duhet jap shpjegim për përdorimin e lëndëve të skaduara, që dhe sot që flasim kemi probleme me frymarrjen për shkak një akti kriminal të policisë drejtuar nga zonja, edhe pse kanë thënë merru me zjarr fikset se Ilir Proda është mbyty sa i takon policisë, është krim i organizuar mbi të. Ndaj ki guximin ministre ngrije kokën, dil aty edhe jep sqarime. Përse ke arrestuar dhe po mban sot në përburgje qytetar të pafajshëm që nuk kanë kryer asnjë krim. Qofse është krim të protestosh për hajdutëritë tuaja, ky nuk është faji tyre. Sot në burg duhet ishte Edi Rama, Belinda Balluku, Ergys Agasi dhe jo njerëz që protestojnë për bukën e gojës. Vetë Koçiu tha se punonjësit e policisë bëjnë detyrën e tyre për të garantuar rendin dhe sigurinë. E drejta për protest është një drejtë kushtetuese dhe e pacënueshme për kudo, por dhuna nuk është një drejtë politike. Hedhja e molotovëve, sulmi ndaj policisë dhe institucioneve nuk është protest, është shkelje e ligjit dhe e cënimit të rendit demokratik. Sot të gjithë duhet të kemi guximin politik për të dënuar dhunën dhe për të mbrojtur rendin, ligjin, sigurinë publike dhe jo të mbrohen autorët e dhunës apo më keq akoma të hidhen akuza ndaj punojësve të policisë së shtetit, të cilët kryen detyrën e tyre. Debatet nuk mbaruan këtu. Replikat të forta shkëmbyen krerët e grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Lapanjos, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanjozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Pas replikave të forta, drejtuesja e seancës, nënkryetaria e kuvendit Klodiana Spaiu, ndërpreu seancën për të rikthyer qetësinë në sallë. 5 minuta pushim e kërkuar nga grupi parlamentar i PS-së. Gjykata e Tiranës liroi 19 protestues, të cilët u arrestuan pas protestës së Partisë Demokratike më 24 janar, duke caktuar për ta masën e sigurisë detyrim paraqitje. Arrestimet ishin bërë për përdorimin e molotovëve dhe dhunën ndaj policisë, ndërsa gjatë protestës mbetën të lënduar 11 efektiv dhe disa qytetarë. Gjykata e Tiranës liron nga burgu 19 protestuesit e arrestuar për molotovët e hedhur në protestën e Partisë Demokratike më 24 janar, si dhe për dhunën ndaj uniformave blu. Për të arrestuarit, mes të cilëve edhe 3 të mitur, u caktua masa e sigurisë detyrim paraqitje. Më herët, për ta, Prokuroria e Tiranës kërkoi caktimin e masës arrest me burg për 5 protestues dhe arrest në shtëpi për 5 të tjerë, ndërsa për 9 protestues u kërkua detyrim paraqitje. Akuzat e ngritura nga prokuroria u kundërshtuan nga avokatët dhe në përfundim, gjykata caktoi masë më të butë për ta, atë të detyrimit për t'u paraqitur.
Seanca në gjykatën penale u ndoq edhe nga deputet demokrat, ndërsa në ambientet e jashtme të gjykatës kishte mbështetës të shumt të opozitës. Faktohet përfundimisht që në atë ditë ka pasur vetëm një dhunë, dhe ajo ishte dhuna e pushtetit ndaj qytetarëve, të cilëve u është hedhur gaz lotësjellës dhe gaz i skaduar, i cili është tejet helmues për shkak se vetë formula e gazit prishet pas kadencës. 19 protestuesit u arrestuan nga policia si autor të hedhjes së molotovëve dhe fishek zjarreve në drejtim të kryeministrisë dhe për përplasjet para kuvendit. Përpasoj 11 efektiv mbeten të plagosur nga gurët e hedhur nga protestuesit, ndërsa policia u kundërpërgjigj me ujë e gaz lotësjellës për të shpërndar masën e njerëzve, disa nga të cilët mbeten të lënduar dhe morën trajtim mjekësor. Në përfundim të seancës, një prej avokatëve ngriti akuza të rënda teksa deklaron se numri i policëve të dëmtuar ishte më i ulët. Ky proces në fakt provoi dhe një gënjeshtër tjetër të madhe që ju keni dëgjuar këto ditë. Keni dëgjuar që 11 punojës policie janë dëmtuar, janë plagosur, kanë shkuar në spital. Në këtë proces në fakt rezultuan që vetëm 4 punonjës kanë deklaruar vetë ata se janë të dëmtuar. Nuk kishte në dosje asnjë dokument mjekësor, asnjë kartel, asnjë grafi, asnjë analizë, asnjë recetë mjekësore që të tregonte në fakt se në një prej punojësve të policisë së shtetit ishte dëmtuar nga protestuesit që ishin arrestuar. Pra pati një gënjeshtër të madhe të thënë publikisht dhe ata që e kanë thënë duhet të mbajnë përgjegjësi. Në seancën e sotme plenare, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se Edi Rama dhe Belinda Balluku kanë bllokuar drejtësinë për të mbuluar korrupsionin dhe vjedhjet e tyre. Kuvendi i Shqipërisë, pa Belinda Ballukun të pranishme në seancë, i kthehet normalitetit. Gjatë diskutimeve, kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, akuzoi Edi Ramën dhe zëvendës kryeministren për bllokim të drejtësisë për shkak të korrupsionit dhe vjedhjeve të tyre. Ky kuvend kishte një detyrë të vetme, të mos i fshihej drejtësisë, por parlamenti dështoi ta përmbush këtë detyrim. Zëvendës kryeministri e pandehur vazhdon detyrën sikur asgjë s'ka ndodhur, e akuzuar dhe nën hetim, aktiv për 11 procedura prokurimi dhe koncesioni me vlerë totale 1.1 miliard euro. Të gjitha në shkelje të ligjit, të gjitha të paracaktuara, herë nga Belinda Balluku dhe herë me urdhër direkt të Edi Ramës. Bardhi tha se SPAK ka prova kundër Ballukut e për këtë arsye kërkon heqjen e imunitetit të saj. Janë me mira prova në dosjen e dërguar nga SPAK në kuvend. Nuk janë më deklaratat të opozitës, nuk janë, ashtu siç ju i keni justifikuar deri tani, sajesa të opozitës. Janë prova të korrupsionit nga maja deri në themelet e qeverisjes. Janë fotografia reale e një qeverisje të kalbur, më të korruptuarën dhe më të padenjën në Europë. Le ta themi qartë dhe pa metafora, ky kuvend është kthyer në bunker të korrupsionit, jo sepse mungojnë provat, por sepse këtu bllokohet drejtësia me urdhër të kryeministrit. Kreut të grupit të PD-s ju përgjigj ministri i mbrojtjes Piro Vëngu. Dhe sa herë që na akuzoni për keq menaxhim dhe për vjedhje, duhet të rikujtoni këtë fakt. Ulje të borxhit, ulje të deficitit. Këto janë dy kriteret e mirëqeverisjes së nderuar, nëse jeni ende të interesuar për mirëqeverisjen. Gjatë fjalës së tij, Piro Vëngu tha ndër të tjera se qeveria ka dëmshpërblyer personat e dëmtuar në zjarrin e verës së vitit 2025, por deklarata e tij u kundërshtua nga deputeti socialist Erion Braçe. Një element tjetër thelbësor të këtij akti normativ ka të bëjë me kompensimet e dëmeve të zjarreve të vitit 2025. Edhe këtu është një shtet që reagon në kohë, reagon brenda vitit dhe fal këtij akti normativ kemi mundur që të ezarojmë gjithashtu dhe kompensimet për bashkitë e prekura nga zjarret. Kjo është fotografia e qeverisjes tonë. Në verë goditja për bujqësinë erdhi në dy zona të rëndësishme siç është Gramshi, sa i takon blegtorisë, dhe Delvina, sa i takon blegtorisë dhe frutikulturës, dhe natyrisht duhet paguajmë për to. Ma habiti ministri i mbrojtjes kur tha që janë kaluar parat për të shlyer këto dëme të shkaktuara, veçanërisht për bagtit, po edhe për frutikulturën, sepse në buxhet unë nuk i gjej. As në relacion, as në seancën që zhvilluam në komision nuk ishim.
Erion Braçi kërkon që shteti shqiptar të dëmë shpërblej sa më parë blegtorët dhe buqit e prekur nga përmbytjet e pak javëve më parë. Kryetari i Partisë Mundësia Gron Shehaj foli për një plan djallëzor të mazhorancës socialiste për të shpëtuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Nga foltoria e parlamentit, Shehaj deklaroi se Partia Socialiste po ndjek një skenar të ngjashëm si me rastin e ish-ministres Olta Xhaçka për të shmangur përgjegjësinë penale të Ballukut. Keni një plan diabolik në lidhje me gjykatën kushtetuese, se atje keni shpresat. Dhe plani juaj është që të njëjtët gjë që bët me Xhaçkën, ju kujtohet Xhaçka apo jo? Plani i Edi Ramës është i njëjti plan që kishte me Xhaçkën, se janë ajdut të korruptuar dhe banal. I njëjti plan, praktikisht pasi ju drejtuam gjykatës kushtetuese për të shkarkuar Xhaçkën, çfarë bën gjenit e korupcionit? Ta pritani të bëjmë lojën e Komisionit Venecias. E marim kë kërkes, i drejtojmë Komisionit Venecias, fitojmë pak kohë, sa të mbarojnë afatet dhe pastaj dhe në këtë mënyrë Xhaçka shpëtoi. Të njëjtën gjë duan të bëjnë, ky është plani i Edi Ramës për të shpëtuar drejtësisë. Gjykata kushtetuese ka gjasa që të marri vendim, ose mos të marri vendim, ti drejtohet gjykatës Komisionit Venecias, të fitojmë kohë, të harohet Belinda Balluku, ndërkohë e kanë bindur që t'japi dorëheqje dhe ja që shpëtuan nga sikleti i Belinda Ballukut. Ky është plani djallëzor për të shpëtuar drejtësisë. Deputeti demokrate Eno Bozdo akuzoi mazhorancën për keq menaxhim të financave publike dhe renditi disa nga projektet infrastrukturore që kanë kushtuar miliona euro, por që kanë rezultuar pas një standard. Sipas Bozdos, 50 milion euro u përlan me një firmë të vetme për tunelin e Llogaras dhe 260 milion të tjera për rrugën Qukës-Qaf-Ploç dhe tashmë nuk kanë bara për të ndihmuar fermerët. Gjatë fjalës së tij në parlament, deputeti demokrat Eno Bozdo akuzoi mazhorancën për keq menaxhim të financave publike dhe pa aftësi për të çuar paratë e shqiptarëve në drejtimin e dur. Ai renditi disa nga projektet infrastrukturore që kanë kushtuar miliona euro, por që kanë rezultuar pas një standard, duke u kthyer në rrezik për qytetarët. Parat janë atje dhe gjenden me njëherë, kur 500 milion euro të financuara nga Akshi përfundojnë në duart të krimit organizuar. Janë atje kur rrugët duhet të prokurohen me 2 apo 3 fish kostos tyre, por para për shqiptarët dhe për nevojtarët sigurisht nuk ka. Janë aty kur 40% e procedurave të prokurimit publik përfundojnë me një ofertues vetëm, ose me 99% të fondit limit. Janë atje kur për tunelin e Llogaras 50 milion euro përlahen me një firmë të vetme. Janë atje kur 260 milion euro të rrugës Qukës-Qaf-Ploç përfundojnë me rrëshqitje dhe bllokim rruge jashtë çdo standardi sigurie. Janë atje kur paguhen 80 milion euro për 2 tece lundrues, që nuk kanë hyrë në punë dhe nuk kanë përthyr asnjëherë në punë, por përsëri para për shqiptarët nuk ka. Deputeti demokrate mbylli fjalën e tij duke shprehur vendosmërinë e opozitës për të mos bërë asnjë hap pas deri në largimin e qeverisë. Kreu i PD Sali Berisha ka denoncuar në Strasburg qeverisjen e Edi Ramës si dhe lidhjet që sipas tij ka qeveria me trafikun e drogës. Ai gjithashtu paralajmëroi ndikimin e politikave të George Soros dhe përhapjen e ekstremit të majt në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë vizitës së tij në Strasburg deklaron se ka qenë pjesë e debatit të zhvilluar në grupin parlamentar të EPP-s, ku është shprehur se Edi Rama përfaqëson narkoshtetin e parë shqiptar në Europë. Sipas tij, grupet e trafikut të drogës të mbështetura dhe të lidhura me qeverinë shqiptare po pastrojnë paratë e tyre në Shqipëri në kulla ndërtesa e resorte turistike. Paraqita dominimin e tregut të drogës në Europë, marijuanës, kokainës, heroinës, nga kartelet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën, të komanduara direkt prej tij, ndala tek Akshi, kopshti familjar i Edi Ramës, në të cilin koordinatori kryesor i karteleve të drogës me antarët e familjes Rams kanë plashkitur qindra milion euro, për mbi të gjitha Ergy Sagasi ka eksportuar të gjitha të dhanat e internetit që ekzistojnë në Shqipëri
tek klanet kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Dhe kjo është i rrezik i madh për që Shqipëria shpërndan në rajon dhe në Europë. Kreu i PD-s se ka denoncuar se si në Shqipëri me ndikimin e politikave të George Soros po tentohet të instalohet ekstremi i majt. Ftova të pranishme të vinë në Shqipëri të shohin pasojat e rënda të transformimit të vendit të Shqipërisë në rubrikën e George Soros apo në kopshtin e lulëzuar të këtij të fundit, ku fëmijëve në kopshte dhe në shkolla fillore u jipën tekste dhe figurina, gjëra, objekte mësimore për t'i manipuluar në drejtim të ndryshimit të gjidisë. Kemë bëritu kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, pas pak ju lë në shoqërinë e emisionit Në Shënjestër me kolegen Klodiana Lala.